Njihuni me parashikimin e motit 20 gusht 2026. Ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga pothuajse njëjta situatë meteorologjike. Moti parashikohet i kthjellët, por nuk do të mungojnë edhe vranësira të pakta deri mesatare më të theksuara në lindje dhe juglindje, kryesisht në orët e mesditës. Era pritet të fryjë me drejtim juglindje jug-perëndim, jug me shpejtësi mesatare 7 metër në sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare kryesisht atë jug-perëndimore, zonat luginore, era pritet të fitojë shpejtësi deri 15 metër në sekond. Valëzimi në dete do të jetë i forcës 1 deri 3 ball.